sigurisht që bën një mbledhje të përgjithshme për t'u izolu. Pas kësaj janë edhe faktorë tjerë të çrregullimeve mendore, si për shembull psikozat, që psikotikët kanë predispozitë të lartë për të bërë vrasje. Nga kjo pjesa e psikologjisë pastaj vijnë traumat e vazhdueshme tek individi që në fëmijërinë e hershme, ose edhe fëmijët që neglizhohen dhe rriten si persona neglizhues, që rritin predispozitën e agresivitetit dhe ngjarjet apo pasojat e lëndimeve të ndryshme të dhunave në familje. Dhe ai pjesa ku rritet është e vazhdueshme me dhunën për cilën individi rrit ta fuqizoj zemrimin dhe zemrimi i tij është në nivel të ulët të menaxhimit. Ndërsa në sferën sociokulturore kemi tu nis nga më e keqja që sot është në Kosovë relevante, është një shoqëri e një modeli të keq për cilën ne si shoqëri po e rrisim tendencën për t'i manifestu, për t'i zhvillu, për t'i përkra modele të dëmshme të cilat na dëmtojnë neve si shoqëri. Dhe kjo tek pjesa sociokulturore është edhe pjesa e ulët e ekonomike, varfëria, edukimi, vështirësitë e stilit familjar, stilit prindëror, shumë faktorë të tjerë që të ndikojnë. Do dalim pastaj ndoshta edhe sigurisht, ka njerëz sa për fillim.